jo shumë larg kryeqytetit, jetonte një familje e thjeshtë, por me një barë të rëndë që asnjë pasuri në botë nuk mund ta lehtësonte. 2 prindrit dhe 3 fëmijët, 2 vajza dhe një çun, jetonin në një shtëpi të vogël, por me halle shumë të mëdha. 2 prej fëmijëve, vajzat, mbartnin të njëjtin fat të hidhur, një sëmundje që gërryen nga brenda, ngadalë pa mëshirë, sëmundjen e veshkave. Babai punonte çdo ditë, në shi e në diell, duke mbajtur familjen me ato pak para që sillte nga puna e krahut. Duhet të mendonte edhe për blerjen e ilaçeve. Ai nuk fliste shumë, por çdo natë që kthehej në shtëpi, shikonte nga dritarja drejt qiellit dhe i lutej Zotit t'i jepte forcë për t'i përballuar të gjitha. Nëna e tyre, një grua me shpirt luftarak, kishte harruar çfarë do të thoshte fjala pushim. Jeta po i kalonte nëpër korridoret e spitalit, herë në një pavion, herë në një tjetër. Sot shtronte njërën vajzë, nesër tjetrën. Kishte net që i kalonte me kokën mbështetur në karrigen e spitalit, me sytë që nuk i pushonin së lotuari e me duart që nuk pushonin së u luturi. Nëna, edhe kur shpirti i digjej nga brenda, ajo përpiqej të ishte e fortë, sepse familja e saj kishin nevojë për forcën dhe buzëqeshjen e saj. Kushtet ishin të vështira, por dashuria mes tyre ishte e vetmja pasuri që nuk u shterua kurrë. Donse e raskapitur, ajo non nuk u anku asnjëherë. Ajo dinte vetëm të falte buzëqeshje dhe dashuri. Fshati e njihte si nëna që s'lodhet kurrë. Kur e shihnin që kthehej nga spitali, me sy të lodhur, por me duar që ende mbanin shpresën, njerëzit e kuptonin se fuqia e saj nuk vinte nga trupi, vinte nga dashuria. Dashuria për bijat e saj, që çdo mëngjes i falnin një arsye për të mos u dorëzuar. Në netët e gjata, kur spitali heshte, ajo lutej në heshtje: Zot, mos më jep pasuri, por më jep lehtësi. Vetëm më jep forcë të mos ndalem. Spitali ishte bërë shtëpia e dytë. Aroma e disinfektantëve, zëri i mjekëve që kalonin me dosje në duar, dritat që nuk fikeshin kurrë, ishin pjesë e përditshmërisë. Çdo mëngjes priste me ankth përgjigjen e analizave. Disa herë duart i dridheshin aq shumë sa nuk mund t'i hapte letrat vet. Një numër më shumë në kreatin dhe zemra i shuaj. Një vlerë më e ulët dhe në fytyrën e saj linte një buzëqeshje e vogël. Ajo buzëqeshje që vetëm nënat e kuptojnë. Dhe vërtet, kishte ditë kur mjeku hynte në dhomë me një buzëqeshje të lehtë dhe thoshte: Analizat janë më mirë, përgatituni, mund të dilni. Ajo fjali ishte mrekullia e ditës, ajo ndjesi, kur mbledh gjërat nga komodina e spitalit dhe i fut në një qese. Është si të t'i japin frym përsëri. Ato daljet nga spitali ishin si fitore të vogla ndaj fatit, por mrekullit zgjasin pak. Sepse, pas disa javësh, gjithçka përsëritej, si një rreth që nuk mbyllej kurrë. E njëjta derë që hapej me frikë, e njëjta aromë spitali, e njëjta pritje që dukej si përjetësi. Infermierët tani na njihnin fytyrën, dhe çdo herë që hynim, më jepnin një buzëqeshje të lodhur, por plot kuptim. Ishte sikur edhe ata e dinin se sa shumë kishin luftuar për të mos u kthyer më aty. Por ja, fati na sillte prapë në të njëjtin vend, me të njëjtën shpresë që as smundje se shuan dot. Në çdo dhomë kishte histori të reja, zëra që luteshin, familjarë që prisnin përgjigje, por brenda meje rritej një forcë e re çdo ditë, sepse çdo kthim më mësonte që mos dorëzohesha kurrë. Por jeta ndonjëherë është e padrejtë
edhe me ata që nuk meritojnë më shumë vuajtje. Një ditë, njëra prej vajzave nuk e përballoi dot më. Trupi i saj u dorëzua, por shpirti mbeti aty, mes atyre mureve të bardha të spitalit, duke lënë pas një boshllëk. Dhimbja ra mbi ta, si një re e rëndë që s'u shpërnda më. Lotët rrjedhin pa zë, si një shi që s'mund ta ndalësh. Në ajër ndiej pesh, një boshllëk që s'ka emër. Zemrat ishin thyer, por duart ende kërkonin forcë për të mbajtur të njëra tjetra. Në mes të asaj jeshtje, dëshpërimi fliste më fort se fjalët. Motra dridhej në heshtjen e frikës. Papa i ulte kokën, si të kërkonte përgjigje që s'vin kur. Ndërsa nana, e raskapitur nga dhimbja, nuk ndalonte se u lutur. Dhe mes gjithë asaj vuajtje, në sytë e saj, mbeti vetëm një shkëndijë. Shpresa për vajzën që ende kishte nevojë për të. Çdo herë që pinte dielli, ajo i fshinte lotët, ngrinte syt nga qielli dhe lutej për një mrekulli që vajza tjetër të shërohej dhe të jetonte për të dyja. Ndonjëherë, mrekullit nuk vijnë me zhurmë, vijnë në heshtje, në zemrën e një nëne që s'ka njohur kurrë dorëzim. Dhe gjërat marrin një rrjedh tjetër. Dhe vetë Zoti e sjell zgjidhjen e problemeve dhe largimin e sëmundjeve. Pas shumë vitesh, rastësia më solli sërish në atë korridor, pas nënën dhe vajzën që dikur luftonte me jetën. Ato më përshëndetën dhe unë i përshëndeta. Vajza dukej se ja kishte dalë ta fitonte betejën me sëmundjen. Kjo është arsye pse nuk duhet të dorëzohemi asnjëherë. Disa histori nuk mbarojnë me vdekjen. Disa histori vazhdojnë në zemrat e atyre që i panë, i prekën dhe nuk i harruan kurrë ato gjëra që kaluan dhe i bën më të fortë për ta përballuar jetën. Kjo nuk është histori, kjo është jetë. Një jetë e dhimbshme, por e mbushur me dashuri dhe me besim që nuk shuhet kurrë. Faleminderit që qëndruat deri në fund. Kjo nuk ishte thjesht një histori, ishte një jetë e vërtet. Nëse kjo video ju preku, lini një koment. Më tregoni çfarë menduat. Bëni like dhe subscribe për më shumë histori që na kujtojnë se sa e fortë është dashuria. Dhe nëse ju keni një histori personale, një histori që mendoni se duhet dëgjuar, më shkruani në Instagramin tim, Eda Muska. Ndoshta historia juaj do të jetë video e radhës.